a e kam komben me vete, apo e ka amputu. Prindi jam i ka pos dy zgjedhje. Ka vendos që unë ta doj fatin me ushtarë për atë dhe unë jeta është pak me dhonë, qofë si shqiptar, qofë si besimtar. Vllai im Gjevdeti, kur unë plagosëm, këtë gjykësore mbaje deri sa dëvritesht, biesh dëshmor, ose deri sa të çlirohet Kosova. Shënjestër.net. Po ushtrisë lirimtare ju kom bashku me vënis, si 19 vjeçar, për arsye se u dasht me ekzistu një formacion ushtarak, u dasht me ekzistu një komandant si Ramush Haradinaj për m'ju bashku në ushtrisë lirimtare të Kosovës, se si 17 vjeçar kom qenë i gatshëm m'ju bashku cili do formacion për me çliruar dhe unë. Situata në cilin kemi jetu na si popull o konë qaqe vështirë, o konë qaqe pa shpresë, sa veç lufta për liri ka qenë zgjidhje. Edhe aq ka qenë represion edhe poshtrim, sa që kur e rrahnin dikon milicia e Serbisë, një fshat ose një qytetit tërë shkojshin me pa edhe me ngushlu si t'ishte ai hero. E për mu edhe për gjeneratën tame ka qenë e papranueshme me pranu që policia me të rre e ti pej rolit të viktimës mu pa si dikush që je hero. Thjesht cili do që ishte viktime e abuzimit shihen që atë formë e për një djalë ose për një qik të qasaj moshe me i duru shëplakat e milicisë o kone e papranueshme. Po në ushtrisë lirimtare nuk ka pas detyrë lehtë. Po nëse u dash dikush, po e them kështu me metaforë, me përjetu ferrin, ka qenë me sjell armë prej Shqipërisë në Kosovë. Njeriu 2 herë e ka kalu rrugën e vdekjes dhe ka mujt me taku vdekjen brenda aty në rrugëve me qindra herë e si rezultat i asoj rrugë ashtë vështirë. Ne i kemi parafërsisht qindra dëshmor të ramë duke e furnizuar ushtrisë lirimtare me armë. Në rast se varet nga pozicioni i trupit ku ti e merr plagën dhe në rast se plumi të godet në ashtë, si që më ka ndodhë mu, ndjenja e parë ka qenë dhimbje aq e madhe, sa që kam shiku a e kam komben me vete, apo e ka amputu. Mirë po për shkak se popullata civile ishte në vendin prej ka vija unë, më kujtohet tani me një shok që e ka rifrazu, për arsye se s'do t'ja leja vetës ta përmend, ju thëm shokve, më zhvendosni disa metra dhe ktheheni në pozicione se është e parëndësishme fati jam, karshi fatit të pozicionit dhe karshi fatit të popullsisë që i preste në rast se ne do të na binin pozicionet. Po fatbarësisht shokët e mi kanë mbri me më dërgu me një kamionet në spitalin ushtarak ku e kemi pas. E njoni për bashkëluftëtarëve se aty kanë qenë disa, po për shkak të moshës po du me vequ Bacin Syl Maksutaj, ka qëndru në Gulinov në pozicionin ku unë isha ditë, gjatë kohës kur kanë ra predha sikur me ra Kokres. Dhe nuk mendoj që as në filmat e Rambës mundesh me pa pozicionin ku ka qëndru Baci Syl dhe si kanë ra predhat sikur Kokres, mirë po as një minut dhe vetëm nuk e kanë olë Gulinovin derisa kanë mri shokët me më tërhek për një pozicionit tepër të papërshtatshëm. I kam disa momente, por do të veçoja njërin prej momenteve kur unë plagosëm dhe dërgohem në spital ushtarak. Vllai im Gjevdeti ishte në moshën 17-18 vjeçare dhe vjen bashkë me një grup ushtarëve për me vizitu. Unë plagosja ishte randën së mund të lëvizja, e heq gjykësore nga trupi, edhe ja varë në qafë. Edhe se ne themi Gjek, këtë gjykësore mbaje deri sa dëvritesht, biesh dëshmor, ose deri sa të çlirohet Kosova. Ai fatbarësisht e ka mbajt, e ka nderu atë gjykësore si ushtar deri sa çliru Kosova, e fatbarësisht edhe sot vazhdon tjetë ushtari mirë kudo që e kërkon nevoja. Kur jam plagosun, vllau ka qenë në pozicione me ushtarë të tjerë. Prindi jam i ka pas 2 zgjedhje. Është dasht zgjedh mes babait ti me kom të amputume, ta marrë me veti, ta nxjerrë në Maltëzi, apo me si djalë 20 vjeçar. Prindi jam ka vendosur që unë ta doj fatin me ushtarët e ai babën e tij me një kom të amputuar mbi gjuhë, ta nxjerrë në Maltëzi, ta kthej në Kosovë dhe pastaj të vdes pas lufte që të mos bi
mos bijë në dorën e armikut. Thjesht ato që e ka bon prindi jam, është e vështirë me kuptu si dikush e zgjedh babajin e tij para djalit tij. Mirë po, nëse kam diçka përveç besimit që krenona në jetën time, është ajo që ka prindi im ka bon. Thjesht nuk e ka lënë babajin e tij, se ka qenë me një kom të amputuar, po ka vendos që për fatin e tij tjetë i përgjegjshëm dhe të mos ta lë në dorën e armikut. Unë më uroj që të mos përsëritet lufta. Mirë po, atëherë kam qenë më i ri e kam pas ndoshta besim më shumë. Sot kam përgjegjësi më shumë dhe në rast se i duhet venit tem, çka do që i duhet e jeta që ndoshta është shumë e çmueshme. Mirë po, për atë dheun, jeta është pak me dhonë, qoftë si shqiptar, qoftë si besimtar. Shënjestër.net